që i bie që vështirë apo fare nuk do të jetë e mundur që të jetë një president. Që të mund të bëhet kvorumi për një president, për të zgjedhur një president. Në anën tjetër, ne kemi parë eksponent të lëvizjes vetëvendosje, të cilët e kanë hequr nga përllogaritja Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe t'ju them të drejtën, një president do të mund të zgjitej vetëm në qoftë se do të kishte një parafrem në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe duke pasur parasysh këtë, atëherë fatkeqësisht më duhet të them që ne po shkojmë në zgjedhje. Mirë, po tash në qoftë se ne e analizojmë se si ka funksionuar politikisht zoti Kurti si kryeministër dhe qeveria e tij, dhe cilat janë ato pikat të cilat më shumë të i kanë interesuar atij, dhe atëherë vim në përfundim që faktikisht zoti Kurti dhe kjo qeveri që 3 mandate gjithmonë ka prodhuar kriza. Dhe na shtyen të mendojmë që faktikisht apo kemi vërejtur që kjo qeveri din të ekzistojë dhe të jetoj nga krizat dhe me krizat. Dhe gjithmonë... Ashtë jetë një krizë në horizont? Po, këto du të dalë. Edhe duke u bazu në këtë, atëhere unë po mendoj që ne do të shkojmë në 8 orë në zgjedhje për të shkuar prapë në 10 orë në zgjedhje. Fatkeqësisht. Prapë? Plus 2 herë? Po, pra. Unë pres që ta kemi parasysh, gjithmonë duke pasur parasysh formën se si ka funksionuar deri më tani. Pse po e them këtë? Për shkak se ne si vend, si shtet, kemi shumë probleme me cilat nuk merret askush. Faktikisht ne kemi një zhvendosje totale të vëmendjes së qytetarit edhe të popullatës dika tjetër, e jo të problemet të cilat do duhej ne, me cilat ne do duhet merreshim. Ne do duhet merreshim me çështjet e energjisë, ne do duhet merreshim me çështjet e ekonomisë, ne do duhet merreshim me çështjet e arsimit, shëndetësisë, të tablimit ndërkombëtar të Kosovës, e cila është ndoshta pika më e rëndësishme për vendin tonë, por askush më nuk e përmend, dhe kam përshtypjen që kjo po bëhet qëllimshëm. Për shkak se në njërën anë ne kemi një opozitë që zdima si ta quj, mirë që janë, po sikur të mos ishin fare. A mund tjetë edhe, me qënë se ka një qeveri e detyrë, edhe një opozitë e detyrë? Shisa, ne kemi një qeveri në detyrë pa opozitë. Këto është problemi. Do shta me opozitë në detyrë? Po jo, apo ma mirë të themi, ne kemi një qeveri në detyrë e cila dhe disa deputet të cilit marrin paga, po s'kemi parlament. Atëherë, ku është ajo fusha e betejës opozitës? Ajo është parlamenti. Në qoftë se nuk ka parlament, atëherë ju mbetet rruga. Por unë nuk po shoh që kjo opozit ka kapacitet dhe dije që të organizoj qytetarin, për shkak se që të organizosh qytetarin, natyrisht duhet i bësh qytetarit të qartë se çfarë po ndodh me këtë vend. Duhet të dish që ta përqash mesazhin, dhe kam përshtypjen që kjo opozit deri më tani nuk e ka pasur atë kapacitet dhe atë dije. Friga ime është që gjithmonë ne kemi pasur të bëjmë me një grup njerëzish të cilët politikën e shohin, edhe nga opozita, politikën e shohin më shumë si diçka nga e cila përfitojnë. Tash në qoftë se nisemi nga teoria e Max Weber, të ajo politika si profesion. Kam frikë që nuk ka ndonjë ide apo ideal të caktuar nga këta njerëz dhe natyrisht që nuk ndodh asgjë. Vetë fakti që kanë kaluar 6 vite dhe ne nga shumë njerëz të opozitës, për shembull, e kemi dëgjuar në përkolare të ndryshme të thuhet, lëre le të gaboj se qytetari do ta sheh. Jo, unë mendoj që qytetari duhet të ja përçoj mesazhin dikush, e ai dikush janë pikërisht ata njerëz të cilët kanë marrë përgjegjësi për ta bërë këtë punë. Dhe tani jemi në një situatë të tillë ku Kosova është një arenë faktikisht e zbrazët për qeverinë në detyrë. Sot
ti qojnë 25 inspektor se ta merr Rinati edhe ta mbyll një fabrik, ti lën qindra punëtor të pa punë, askush se ka të qartë se çfarë po ndodh, po megjithatë e shohim për shembull në rrjetet sociale militantin i cili qëndron në përkrahje. Nuk i ka fajet militanti. I ka fajet që askush nuk del që t'ja sqaroj se cilat janë pasojat edhe pse po ndodh kjo. Për shkak se e lexova sot dikush e kishte thënë që në Kosovë janë vetëm nuk ka më oligark, janë një dy, po nuk janë devolt. Ndoshta pikërisht për atë arsye që qeveria aktuale dëshiron që t'i ndërtojë oligark të saj, arterjen kyçe të pagesës së tatimeve, të punësimit, të eksportit, të vendit e sulmon, për shkak se nuk i konvenon atij. Dhe atëherë natyrisht që e shtrojnë pyetjen, edhe këtë pyetje t'ju them drejtën nuk do duhet jo në ta shtroja. Këtë pyetje do duhet ta shtronin ata të cilët kanë marrë përgjegjësi dhe i kanë marrë votën e qytetarit për këtë punë. Çka po ndodh me këtë vend? Çka po ndodh me këtë vend? Ku po shkojmë me këtë vend? Në këtë studion tënde e kam përmend për shembull më herët që Po duket se një lloj dorëzimi kështu pa kusht? Po, absolutisht po. Nga ish subjektet opozitare? Po, fatkeqësisht po, edhe kjo nuk është shqo, nuk e besoj që është mungesë e Çfarë duhet guximit. bërë atëherë? Sepse vazhdimisht ata japin ide, si më thënë, kur intervistohen nga ana e gazetarëve, por thonë se ne nuk jemi për dhunë, nuk jemi për protesta, shtimisht po them. Çfarë duhet bërë përveç se të dialogojnë ose të bajnë konferenca shtypi dhe prezantim? Nuk po them unë që duhet dalë, nëse vije puna deri aty edhe në rrugë, pse jo? Për shkak se në fund të ditës ndryshe është kur del në rrugë ta shkatrosh shtetin, edhe ndryshe është kur del në rrugë ta mbrosh shtetin, ta mbrosh një ide shtetnore. Është patriotizëm për mua ja. Për shkak se nëse ne e shohim se diçka po ecë keq, edhe po e shohim haptazi, edhe po e shohim që dikush mund ta përkra për shkak se i ka një interes apo një përfitim, apo nuk e ka idenë se çka po ndodh me këtë vend, apo ndoshta e ka edhe një inati, çka di unë. Atëherë mendoj që dikush duhet të marrë përgjegjësinë edhe ta ndalë, për shkak se absolutisht unë mendoj që nëse vazhdohet kështu po shkojmë drejt të përmbysjes së rendit politik edhe kushtetues në Kosovë. E kam thënë edhe më herët pikërisht në studion tënde dhe po e përsëris, për shkak se t'ju them drejtën, frika më e madhe imi është kjo, për shkak se nga historia e dim që ka pasur raste të tilla, ku njerëzit e kanë marrë pushtetin me votë, shumë në rregull, në formë shumë demokratike. Mirë, po pastaj është përbys çaj rend politike dhe çaj rend kushtetues dhe në fund pasojat i ka bardh shteti edhe qytetari i çatij shteti. Në krahasime, a shin elemente ngjashmërie? Elemente? Ngjashmërie? Po, more. Me këto të historisë? Po. Tashti unë mund dukem të dikush shumë agresiv, po kemi plot shtete në Evropë, cilat hajde që po e marrë ndoshta rastet më ekstreme, Italia dhe Gjermania. E kemi pas Republikën e Weimarit në Gjermani, me votë ka fitu Hitleri.